dashur, rikthyem studio, ku sot do bisedojmë mbi Karnavalet Ilire, një traditë tashmë, edicioni i 18 me radhë, apo manifestimi 18 me radhë si vjet në Bozovës të Tetovës. Shumë nga ju ndoshta vetë se keni dëgjuar, ndoshta dhe i keni vizituar e përjetuar këto karnavale, dhe për biseduar mbi këtë temë, kam sot të ftuar me shumë kënaqësi dhe nder zotëriun Neshat Mehmedin. Shumë kënaqësi që ju kam sot këtu. Faleminderit për ftesën, edhe për ne është kënaqësi që të prezantojmë për traditën shumë të lashtë të Karnavaleve Ilire të Malqisë së Sharit. Viti 18, edicioni 18 me radhë, si ishte, si shkoi, çfarë atmosfere u ndje, le të themi, apo? Shiko, Malqisia e Sharit është burim i trashëgimisë kulturore. Këto karnevale nuk janë të Bozovës, po janë të Malqisë së Sharit, të cilat mbahen në katundin Bozovës. Atmosfera këtë vit ka qenë i jashtëzakonshme, as se kemi marrë me mend se do të jetë e tillë, për arsye se kemi pas një përkrahje ose mbështetje simbolike nga ana e komunës së Tetovës, dhe na kanë përkrahë dhe mbështet edhe biznese private edhe individ privat. Një Fadil Kazazi nga Librazhdi, Ronald Reshiti nga Katundi Gajre, Piza Garden nga Tetova, edhe Mishtoria kompani, Nura kompani nga Tetova. Mund të bëjmë edhe ndonjë lëshim rastësisht për momentin, sepse nuk i kemi të shkruar, jo kërkojmë ndjes nëse bëjmë ndonjë lëshim të këtij. Pra, manifestimi ka qenë jashtëzakonisht i bukur, i paramenduar, dhe ka pas një pjesëmarrje të gjerë nga Kosova, nga Shqipëria, nga Katund për rreth, Tetova, Shkupi e Mëgjar. Do të thonë, audiencë nuk e kemi vetëm lokale, e kemi edhe jashtë kufinve. Po, është shumë e vërtet është, sepse këto karnevale viteve të fundit, nga viti 2022, kanë arritur që të organizohen edhe me ndihmën e Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës në Prishtinë, në 2020 ishën me 20 mars, pastaj në Prizren me 27 shtator 2024, me 30 nëntor 2025 në Kaçanik. Dhe në ka pasftuar edhe në Golden Eagle në Suharek, biznismeni i njohur nga Suhareka, Shaqir Palushi. Ishte Malqisia e Sharrit ndoshta inspirim për mbajtjen e këtyre karnevaleve të tjera, apo u pa më tashmë e udhës që të mbahet kjo traditë? Shiko, Malqisia e Sharrit, më thashë nga fillimi, është burim i trashëgimisë kulturore, që në ruajtur fal asaj thellësie që ka qenë larg nga komuna e Tetovës, që ndikimet qofshin nga pushtusut edhe nga të tjerët, nuk e kanë luajtur atë rol që të vijë deri te ndërprerja e këtyre karnevaleve. Deri në vitin 1980, që i mbaj edhe unë vetë, me 3 mars, 2 mars faktikisht, 2 mars, 1980 unë jam martuar, me 3 mars 1980 janë mbajtur karnevalet për herë të fundit. Kurse me fillimin e demonstratave në Republikën e Kosovës, atëherë çdo gjë që ishte kulturës shqiptare, qoftë e trashëgimisë, qoftë edhe e sportit e gjithçka, atëherë ata i ndaluan si irredentiste në thojza, që dëmtojnë faktikisht faktorin tjetër. Pra, kur ndalohet kultura, ndalohet sporti, do të thotë se ja ndalosh të gjitha të mirat një populli ose një kombi. Po për fat të mirë, ne në vitin 2009 bëm riorganizimin e këtyre karnevaleve. Unë jo kam pas dërguar edhe një fotografi. Po, nëse mund, Lus Regjin, të shohim dhe foton. Ku janë ata karnevalistë pa veshje janë ata. Ja, shpëtoja që po shohim atje. Pra, këto janë karnevalistët e parë, që është bërë organizimi në vitin 2009. Pra, nëse mund t'i përmendim, këta e kanë thyrë akullin në ullur poshtë. Nëse ju vije më letë e keni dhe të kërë. Po, është Mirhati nga ana e djathtë që i shikoj unë këtu. Pastaj është Shqiproni, është Argjenti, Dritoni, Fatoni, atje jam mes unë ullur, është Shpendi djali i vllaut,
Në përsëri nga e djatha atje është Arfleti, atje se në shohë mirë këtë ditin, po së në kujtoj, është Amiri, Nagipi, është Raifi, Manaferi, Bujari i Erfanit, Saniu, Remziu dhe Dritani. Edhe një Bujamini është në ka bo fotografin, këtu nuk është në këtë fotografi. Këta pra, atëherë, kër kemi borë reorganizimin, një pjesë e madhe e këtire nuk e dinin se çfarë do të thotë për karnevalit. Pra, është sepse haresa është gjëja më e keqe e një kombi. Nëse harrojsh pra të kaluarën tënde, trashëgimin, brenda për 28 vitesh, do këta të rritë të Katundit Bozov, sepse kemi edhe studentat, kemi pas edhe në zonës të shkollave të mesme, edhe të filluares, pra një pjesë e madhe s'kan ditur se që do thot fjala për karnevalit. Pse karnevalit është fjale e re, është nga viti, nga shekulli i kaluar, faktikisht ka fundi i shekullit 19, ka vitet 1890 përdoret fjala karneval, kurse këto karnevalet ne që i kemi emruar, në 2011 kanë pas emra të ndryshëm. Në Bozov se kanë pas Malësi të Sharit, Vasalica, ande nga opoja Gogolët, dikun Plagzat, dikun Lazaret, e pra me emra të ndryshëm, por krejt kanë pas të njëjtin qëllim dhe të njëjtën praktikë. Po, më intereson si informuan këta persona që sa përmendet, si u bëletemi organizimi apo mbledhja këtyre të rinjve? Shiko, po këto janë katundarët tonë të gjithë, pastaj duke biseduar, t'ja të reguar të vërtetën, se është mirë të bëhet të reorganizohet, pa e ditur, pa e paramenduar asë njëherë, se këto karnevalet do të dalin edhe prej Bozovës dhe të zbresin në Tetov, dhe shkojnë në Republikën e Kosovës, pastaj kemi shkuar, kemi marrë pjesë edhe në për vendet të tjera, ndërkombëtare si në Greqi në 2023, për Telesin e Nuses, në Augsburg të Gjermanisë, pastaj në kanë thirrur edhe në përvendet të tjera, po nga pamundësia e mjeteve financiare ne s'kemi mundur të arrijmë. Kemi pasur të lejsen edhe në Etnofest në Kukajt të Prishtinës. Besoj se ka qenë e veçantë, sepse njerëzit janë mahnitur me këtë trashëgimi tonën, sepse Teleisja është shumë e lashtë, sikurse që janë të lashta edhe këto karnevale, sepse këto karnevale ka të bëjnë fute në festat e motmotit, se festat e motmotit janë festa pagane, pra ne nuk e kemi atë qëllim që të kthehemi në paganizëm, por një popull që haron të kaluarën e s'ka të ardhme. Edhe ne, pra, për të mbajtur gjallë, atë trashëgimi, me këtë qëllim e kemi reorganizuar, sepse këta nuk i bëjnë dam as një populli, nuk cenojnë as fet, pra as nuk nxisin, si me thënë, një dashakeqësi edhe ndaj nacionaliteteve të tjera. Ne për faktikisht i shohim edhe karnevalet e Vevçanit, edhe s'ka karneval që ekziston në për ishtrojet e ish Jugosllavisë edhe viset të tjera që nuk kanë marrë elemente nga karnevalet ilire. Sepse jemi popull më i lashtë, jemi popull më i vjetër, edhe këto pavarësisht njerëzit ka njëherë kanë të drejtë, ju jepet të drejta të na shajnë për këto karnevale, edhe pse s'kanë të drejtë në anën tjetër, sepse nuk kanë njohuri se këto një pjesë të këtyre i gjejmë edhe në natën e kanas, ku vajzat bëhen si pleqt apo si plakat, edhe për të krijuar një humor, sepse ajo vajzë që del prej asaj shtëpis, ka raste që ato të pranishmet që janë farefisi i vajzës, ka prej atyre që qajnë, ju vinë keq se vajza e cila ka qëndruar bashkë me ato 20 vite, apo 20, se atëherë vajzat, po të kishte pas 20 vjetë pak më mbrapa, i kanë thënë se është bëhe plak. Kurse në Malësinë e Sharit, gjithmonë janë feju vajzat edhe kanë shku nuse, pra mund të them më vonë deri moshën 18 vjeçare e më herët. Pra kështu ka qenë rasti, pra nuk ka të bëjë me të keqen, pavarësisht nga një herë se ne jemi më në fundit jemi popull i lashtë, kemi tradita, edhe falë tani institucioneve tona faktikisht të arsimit, sepse vetëm në Republikën e Maqedonisë kemi 3 universitete, 2 janë në Tetov, i 3 është në Shkup. Prej atyre kanë dalë shumë studente, shumë profesoresha, shumë inxhinere, pra nuk ka shtëpi që nuk kanë nga një të arsimuar. Edhe është sot turp ne të flasim
për se kjo trashëgimi, apo çfarë do trashëgimi e jona, është e dëmshme për shoqërinë tonë. S'ka trashëgimi, s'ka kulturë që është e dëmshme. Po, se na përmendë të ca copza le të themi nga traditat apo nga këto ritet, çfarë faktikisht ndodh gjatë karnavaleve? Shiko, këto karnavale ka një të mirë, sepse kjo njëherë mbi të gjithat është sikurse ne që kemi bërë vitet e fillimit, të riorganizimit të këtij karnevale, jemi munduar të mbajmë atë originalitetin. Por, për shkak të kushteve dhe të kohës, të pamjaftueshme, se kur ftojmë njerëz, ato nuk mund t'i paraqesim ashtu siç është. Sepse këtu ka hasim në karnevale kemi janë si një institucion, sepse atje është plaku, është plaka, është reja, është pra vjera, është si të them, paraqesin komplet një familje patriarkale të popullit tonë, sepse familjet patriarkale të popullit tonë, të shqiptarët, nuk janë sikur sot familje moderne me 3-4 veta, bashortja ose nëna, baba, edhe një fëmijë ose 2. Se përpara secila familje ka pas ose 3-4 vllazën, 3-4 motra, secili vlla ka pas 7-8 fëmijë, domethënë me një herë është bërë një ekip futbolli, faktikisht atje më renda. E sot për fatin e keq tonin nuk ka aq shumë rini, nuk kemi aq shumë natalitet, por këtë e paraqesin e kanë paraqit. Kur shku në shtëpi, pra përveç asaj se ishte çfarë paraqesin, është edhe grabitja e vajzës, ose hikja e kapmja, domethënë është ne përdoret, karnevalistët e mbrojmë, sepse kemi vëzhgusët atje, kemi përcjellësit e plakut, ndimësit e tij, kemi kombëtarët që kanë vesh me veshje kombëtare, me çiftelia, kemi edhe një fotografi, unë e kam dërguar atje ku janë të viteve 1975-76, mund ta shikoni, mund ta paraqitni këtu. Jo, kjo është një tjetër, ku janë me ngjyrë të zezë është kanë. Besoj që gjatë bisedës po shkon. Edhe ajo është interesante se është shumë e vjetër. Pra, fotografia flet më shumë se 1000 studius, sepse i gjenjuzon, se është argument. Edhe për fatin keq tonin, ne në atë kohë kanë munguar edhe mjetet për fotografimin e karnevaleve, karnevalizve, por për fat mirë janë gjetur këto, ka pas asi dashamirës që i kanë rujt. Pra, të grabit kjo, se këto karnevale kanë ngjashmëri edhe me karnevalet në Shqipëri. Unë kom qenë edhe në Polen, edhe në Pojan. Të Polenit kanë ngjashmëri më tepër se kanë të veshmbathjet, i kanë më ndryshe, i kanë origjinale të vetat, po e kanë faktikisht një gjë që dallohen nga tonat, se tonat nuk shkojnë as në xhami, as në kish. Kurse të Polenit shkojnë në kish, domethënë i predikon prifti. Kurse në Pojan kishte ngjashmëria shumë më e madhe se sa këto të Polenit. Atje shkohet njësoj, si kur të ne, në shtëpi, tonat atje me harmonik këndonin të ne, me defa, me tupana tani kohës fundit, edhe kanë kënduar këngët për djent, të cilët i kanë pas beqar, ose kanë pas ushtar, edhe kanë kënduar të këngë të këtyre. Zonjat e shtëpis, kanë zjerë dhe kanë dhënë dhurata. Çfarë kanë dhënë dhurata? Kanë dhënë gjërat më të shtrenjta që i kanë pasur kafshatën nga e shtëpis, ju a kanë dhënë, ose të fëmijëve ju a kanë dhënë karnevalistëve. Kanë dhënë mish, pastërmë, miell, fasul, grosh, patate, edhe në mbrëmje edhe gjëra të tjera, edhe ves, edhe të lujnë, kurse në mbrëmje këta kanë përgatit një ushqim, kanë manifestu, pastaj kanë bë edhe një argëtim shoqëror, kurse ushqimin e tepruar ja kanë nda përsëri o atyre personave të cilët kanë qenë më skamnor, ose e kanë shpërnda në katund. Pra kjo do të thotë se nga ky manifestim, nga ky aktiviteti karnevaleve, do të thotë se ka edhe solidaritetin. Solidar pra janë edhe katundarët, solidar janë edhe karnevalistët. Sepse kohëve të fundit kanë filluar edhe para, kanë dhënë njerëzit po me ato para, pastaj kanë filluar, pra kanë ndryshuar puna çështja e këtyre. Po çfarë kanë pas një të mirë, sepse si tradit, ka qenë si rregull, në çdo aktivitet, kur është bërë karnevalet, janë përgatit një javë ose 10 ditë ose më përpara,
por me kush se nga secila lagje, mohall të ketë nga një karnevalist. Nëse nuk ka marrë pjesë nga mohalla Tazam e Lucianëve, ata detyrimisht kur kanë shku karnevalistët nuk kanë pas të drejtë të futen në këto lagje. Pra, ka pas një të mirë, do të thotë si kushtëzim, se të përfaqësohen të gjithë pjesëmarrësit e lagjeve. Sikurse sot që kemi të karnevalet, kemi karnevalistë nga Shqipëria, Republika e Kosovës dhe ka tundet edhe më gjarë, si nga Bozovca, këtë vit që kishim nga Vica, nga Shqipkovica, Gajria, Tetova, Shqipëria dhe Kosova. Kur vinë njerëzit qofë për herë të parë ose këta nga jashtë kufive, dua di pak se besoj që vetë se bisedoni me ta ose të pak në dëgjoni për shtypje, si u duket? Shiko, tani kjo është e përmendëm viti 18, tani kanë mundësi ka shumë përmes mjeteve mediumeve, tani është YouTube-es, pastaj kemi faqen tonë, kanë edhe ata pjesëmarrës që vinë edhe i shpërndajnë, se rrjeti social është si marimanga. Dhe me thanë, shpërndajët kollaj, edhe nuk është se s'kanë njohuri, po ata kanë dëshirë më që të i shohin drejt për drejt. Është e vërtet që ata maniten, sepse kjo veshje që kemi ne, pavarësisht se nuk kemi mundësi që t'i blejmë të reja, se të dalish në karneval ose në një aktivitet kulturor që është shumë i lashtë, ne dalim me tirshi, dalim me xhamadana, me gzofa, me ferexhe, me lurka, me ksula, edhe dalim përsëri me patika ose diçka tjetër që nuk shkon. Në vend të atyre ne do të kemi jo penga, po si kemi. Edhe kur si s'kemi jetet, ishte me një rast më pa thënë dikushi, pse i ke lidhur me këto litarët me sigjimat e ballave, thash po ti, kur i ke pasë sa keq është, pse s'mi prune ato më të mirat, mi bësh kaishat ose diçka tjetër. Pra këto janë problemi. Do me thanë se nuk kemi ne ndim, sikurse që kanë të tjerët, unë kom qenë edhe në Velika Goris, atje çfarë kom pa ishin Moldavët, që më ka lënë përshtypje, të ne me zë se i kemi gjetur të kemi kombonat, atë kishte si cili person, kishte mbi 100 kombona, a ne si kemi krejt 100 kombona. Është të vështirë të organizohet një manifestim? Shiko, nuk ka vështërsi, sepse ne kemi një rini, edhe dashamir, janë prindrit, janë të jashtëzakonshëm, që ata gjithmonë na kanë përkra, kur të përkrahin prindrit, kur përkrahin ka tundet për rreth, sepse thashë edhe nga fillimi. Tani nuk është më vështirë, sikurse që ka qenë dikur, edhe kur ka qenë dikur, ka qenë shumë më kollaj, sepse në atë kohë edhe imamët nuk kanë ndikuar negativisht për çështjen e këtyre karnevale, por ata kanë ndihmuar, që edhe jo vetëm për ata, por kanë treguar për çështjen se kur është shembull buzmi, buzhiçi, kur është dita e verë, midis i dimrit ose tuksani, kur është karnevalet, kur kanë qenë dita e verës, kur ka qenë dita e luleve dhe dita e shëngjeshit, Shën Mitri e kështu me radhë. Pra, ata na kanë treguar se s'ka pas kalendar, sikurse që kemi kalendarët sot. Pra, fal imamve, sepse ne jemi të fesë islame, edhe ata kanë treguar, jo vetëm për këta, kanë treguar edhe për shumë gjëra të tjera, po për fat të keq tonin, ne kemi lënë shumë festa dhe shumë manifestime. Ka qenë në Katundi, ma përpara, përveç kësaj feste, ka pas edhe përfundimin e të lashtave. Ne kemi thënë kërçmat atëherë dhe kanë përgatit ushqime tradicionale, fli, bakërdar ose kaçamak që i thoni ju atje nga Kosova, dhe më në fund, në mes të murallit, kanë vu një duj prej thekrit, në atë duj kanë vendosur lule, se përfundoj pra mbledhja e të lashtave nga natyra. Këto karnevale japin një mesazh shumë të fuqishëm për rinin, për të rinjët, për prindët, për profesorët, sepse të nxitet kjo të krijon se ardhmëria e një popullit janë nxënësit. Edhe nxënësit kur marrin pjesë, ai faktikisht i ngulitet në kokë se ishin pjesëmarrës në këtë manifestim, në këtë vit, ose para sa vitesh e kështu me radhë, sikurse që unë kemi bërë edhe 2 treza shkencore ne për këtë karneval. Në të parin e kemi bërë në Bozovcë në vitin 2016, pastaj pas 2 vitesh e kemi bërë në Tetov. Edhe kanë studiusët kanë qenë nga të gjitha trojet shqiptare, kanë dhënë të parin libër e ka botu Instituti Trashëgimisë Kulturore Shpirtërore në Shkup, kurse të ditin e kam botu unë.
E kuptoj që interesim ka, të rinjt janë të gatshëm të ndihmojnë, përmendë prindërit, nxënësit, gjithë komunitetin lokal që gjithmonë vjen në ndihmë dhe keni mbështetje nga ata. Gjithsesi, po marrin këto tradita sot vëmendjen e duhur edhe si tradit rrezikon të zbehet ndoshta vitet e ardhshme apo shihet që parashihet një ardhmë e mirë? Shiko, fajtor është për gjithçka janë institucionet tona. Duhet të marrin një shembull kur karnevalet e veçantë apo të Strumicës kanë një mbështetje financiare me 10 mijëra euro, kurse karnevali i Bozovës ose i Malçisë së Sharit, për ta them të drejtën, ne kursi kemi marrë mjetet e mjaftueshme, edhe pse kemi bërë aktivitetin diditar. Për të bërë një aktivitet kulturor, diditar, vetëm transporti i karnevalistëve dhe materialeve që i bartish prej Bozovës deri në Tetovë është jashtëzakonshëm i rëndë. Ja që shembull, unë që kam ardhur sot tek ju, 1000 dinar kam ardhur prej Bozovës deri në Tetovë, prej Bozovës për në Tetovë, përsëri më duhet 1000 dinar, edhe 500 dinar nga Tetova deri këtu. Mendoj tani se sa e vështirë është transporti për ne mund të themi, ne të Bozovës, banorët e Bozovës dhe të Veshallës e kanë jetesën më të rëndë se të jetë dikun tjetër. Edhe rrugën e kanë transportin më të vështirë, nuk e di. Kemi pas premtime nga komuna se do të kemi një minibus të vogël, por ta shohim brenda vitet po kalojnë, ditët kalojnë, edhe realizimi është i pa është. Edhe nuk është rasti që banorët e këtyre katundeve, Bozovsa ka pas dikur mbi 170 shtëpi, sot jemi 18 familje, nuk jemi as 50 banor. Kjo do të thotë se nuk është më faj, se shpesh e përdorin, më vjen keq pse dolëm prej kësaj teme, se thonë është procese, nuk janë procese të lësh pasurinë, edhe të shkojsh edhe të shpërngulesh prej atij katundi, kur gjenerat pas gjenerate, prindrit, stërgjishit, të lësh pasurinë tënde, shtëpinë, të shkatrohet, se kanë pas, veçanërisht mund të flasim se kanë ndërtu objekte të mira, a në veçati mund të flasim për Veshallën, është një ndër katundet që ka një infrastrukturë faktikisht më të mirë, ose shtëpit më të mira edhe bashkohore, janë të gjitha shkret edhe kanë filluar të shkatrohen. Pra, nuk është se thonë ka njerë janë procese, unë nuk thëmë se janë procese, faktikisht është mos gatishmëria e institucioneve për të investuar dhe për të krijuar mundësi për të jetuar në këto troje. Po, me gjithë këto vështirësi, vetë për një person e lëre më për një manifestim dyditor, gjithë ato njerëz, gjithçka tjetër që duhet përgatitet, çfarë thua është ajo ndoshta që ju shtyn apo ju nxit më së tepër ta mbani gjallë të traditën? Unë e kam prekur vetë me dorën time. Unë prapë të them këtu se të jesh mësues, të jetesh në një katund, edhe të shohësh ata banorë, se sa të zellshëm janë, ose ajo malësi, çfarë njerëz sa dashamirës të kulturës. Unë po ta mendojnë këta të shikuesit e të vëshenjës, edhe ta shohin se ato para shumë vitesh, para 40 vitesh, 50 vitesh, kur ka qenë shkollimi, ka qenë katastrofal. Edhe çfarë dashurie kanë pas për trashëgimin. E di çfarë festa, çfarë kremtime janë basa të bukurat. Secila festë ka qenë më e harreshme se tjetra. Fajkonisa e thot, festat janë shumë të bukura, nuk i bëjnë askujt dëm. Pra, po këtu është problemi se të ne kur e lash haresa, do të thotë biesh në kundërshtim se nuk i dush. Jo vetëm atë, këtë trashëgimin, pastaj fillosh të nënshposh çdo gjë. Se haresa, e përmenda më përpara, është e keqja më e madhe e një kombi. Sepse atëherë fillojmë që të na duket flamuri i huaj, përshëndetjet tona që i kemi shumë të bukura, na duken si të huaja, heronjët na duken edhe i përbaltim si jemi duke i përbalt që duket sot në përmediume, si për flamurin, si për heronjët, si për gjithçka. Kjo faktikisht është një dobësi, por edhe është mirë që për fatin e mirë institucioneve të kohës të fundit na kanë përkrahë dhe na kanë mbështet. Veçanërisht ne mund t'i përmendim këtë vit që kemi pas si mediume ishte TV Koha, ka qenë 21-shi, ishte Luje Derën, edhe Radio Tetova. E përpara na ka përkrahur edhe në manifestimet kulturore të vëshenja të Koha rregullisht. Zotin Eshatë, fatkeqësisht jemi afër mendoj fundit të bisedës. Unë ju falenderoj shumë që keni gjetë kohë dhe mundësi, e di që nuk ishte as pak e lehtë, po ju falenderoj shumë që gjetët kohë dhe mundësi të jeni sot me ne, vërtet shumë kënaqësi dhe nder që ju kisha sot në studio.
Edhe uroj që ritakohemi sërish qoftë për të tjera edicione, po edhe për të tjera suksesa, apo organizime, manifestime të radhës. Shpresoj që dhe ju si medium, kur të bëhen karnevalit të tjera, që të radhës të jeni të pranishëm në këtë aktivitet, sepse mediumet duhet të japin një rëndësi, sepse mediumet bëjnë revolucioni le të jetë për të mirën, për kulturën, trashëgimin, sepse ka nevojë, rinia ka nevojë të shoh. Mos i marrim si të huaja edhe si të këqija. S'ka trashëgimi, s'ka kulturë tjetër që është e dëmshme. Vetëm kultura është shumë e dobishme, një popull që s'ka që se mendon për të kaluarën, ai s'ka të ardhmen. Pra, e kaluara e ndihmon të sotshmën, e kaluara me të sotshmën e ndihmojnë të ardhmen. Pra, edhe çdo aktivitet ne duhet ta luftojmë përmes kujtesës e jo përmes harresës. Pajtohem shumë edhe me këto fjalë, unë ju përshëndes gjithëve edhe për sot, duke ju uruar një fundjavë sa më të këndshme, ne rishihemi sërish të hënën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.